Detajet e reja janë zbardhur nga operacioni policor i koduar Grupi, i zhvilluar në qarkun e Elbasanit, që kishte në fokus goditjen e aktivitetit kriminal në fushën e trafikimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Sipas prokurorisë janë lëshuar gjithsej 24 urdhra arresti, nga të cilët deri tani janë ekzekutuar 16. Prej tyre 8 persona janë arrestuar gjatë operacionit të zhvilluar sot, ndërsa 8 të tjerë janë ndaluar më herët gjatë hetimeve njëvjeçare. Ndërkohë vijon puna për kapjen e 8 personave të tjerë që nuk u gjetën në banesat e tyre gjatë ndërhyrjes. Mes të arrestuarve përmenden emra si Agron Biba, Indrit Shahinaj, Lulzim Fetaj, Rinor Hajdari dhe Mynyp Çepi, të cilët dyshohet se kanë qenë pjesë e rrjetit të shpërndarjes së narkotikëve në zonë. Gjatë operacionit janë sekuestruar sasi të konsiderueshme lëndësh narkotike dhe pajisjesh që lidhen me këtë aktivitet kriminal. Konkretisht policia ka gjetur rreth 9 kg kanabis, një pjesë e ndarë në doza gati për shitje, si edhe rreth 100 gram kokainë. Po ashtu janë sekuestruar 5 peshore elektronike, që dyshohet se përdoreshin për ndarjen e dozave, 7 automjete dhe 17 telefona celular që mund të shërbenin si prova në hetim. Në kuadër të operacionit është kapur edhe një shtetas i shpallur në kërkim, ndërsa një tjetër është arrestuar në flagrancë për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Paralelisht janë ekzekutuar 27 vendime gjykate për kontroll banesash dhe ambientesh të ndryshme, duke zgjeruar shtrirjen e hetimit në disa zona të qarkut. Operacioni u zhvillua nga strukturat për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve të paligjshme në drejtorinë vendore të policisë së Elbasan, në bashkëpunim me prokurorinë dhe me mbështetje të forcës kombëtare të sigurisë njësia Fjer. Hetimet kishin nisur prej disa muajsh dhe janë ndjekur me metoda speciale, duke çuar në dokumentimin e aktivitetit të një rrjeti që vepronte në qytetet Elbasan, Librazh dhe Prenjas. Autoritetet bëjnë me dije se puna vijon për dokumentimin e plot ligjor të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për lokalizimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa operacioni konsiderohet një goditje e rëndësishme ndaj trafikut të drogës në këtë qark.